Në ndërkohë është se cili prind mund dohet jeti kujdesshëm me fëmijët, me i pa ndryshimet edhe fatkeqësisht edhe rastet e fëmijëve me sëmundje të zemrës janë të shpeshta. Edhe tash nuk po du me marrë barën prej mjekëve që nuk e kanë diagnostikuar më herët pas lindjes, por hajtë t'jalojnë barën prindërve. Cilat janë shenjat që një fëmijë kur fillon shkollën, kur fillon aktivitetet më të shpeshta fizike, mund të japë që ai mund të ketë probleme kardiovaskulare? Zakonisht të fëmijët, manifestimi i sëmundjeve kardiovaskulare bëhet qysh herët, në formë të ashtu qytur ne qëjmë cianoz, mavjosje, sidomos kur kemi transpozicione të strukturave të zemrës, apo probleme me valvulat e zemrës që janë të lindura. Ajo që mund të shihet në fillim të fëmija është një mavjosje për rreth buzëve, në mukoza, në vesh, dhe më vonë mund të vrejnë edhe një aktivitet i vështirë fizik. Domethënë, aktivitetet fizike i shkaktojnë frymëzanie, lodhje, po mendoj që kjo më shumë është kish pas me qenë një temë diskutimit me një pediatër, kardiolog pediatër, cilët e kanë një temë kanë e studiojnë më shumë. Po prapë se prapë nuk mëj me të lëshu pa ta bërë si pyetje, sepse pyetjet janë të pafundme, ne zakonisht i paralajmërojmë mjekë që kanë marrë studio edhe nuk mundemi me i neglizhu secilin prej tyre, sepse kanë shumë respekt veçantë për secilin mendim që i jepet nga kjo studio.